Në fakt, ka benefite, goxha të mëdha, dhe një nga benefitet kryesor që ata zgjedhin Shqipërinë nga ajo që un kam lexuar përveç plazheve të bukura, të natyrës së bukur, turizmit të pasur kulturor, është edhe shumë lirë në krahasim me vendet e tjera. Mirë, po ka një problem që janë vizat. Ata mund të rinë këtu vetëm për 90 ditë dhe pastaj detyrohen që të largohen për shkak të ligjeve. Po bëhet diçka në këtë drejtim? Që nga fakti që ne përmendëm që në fillim që nomadi digital është bërë një term fancy tashmë, ky është një hap përpara dhe nomadi digital është bërë gjithmonë më shumë prioritet si iniciativë lokale ashtu si iniciativë shtetërore. Sepse së fundmi nomadi digital është përfshirë dhe në ligjin e ri që sapo kaloi në kuvent, që është ligji për startupet inovative. Pra dhe përfshirja e termit në një ligj është një hap që nuk duhet mohuar. Nomadi digital që të vinë në Shqipëri dhe të ketë të gjithë paketën e vet, sepse në fakt duhet jemi dhe të sinqert për të thënë që edhe ne kemi nevojë për kohën tonë të pjekjes, për të rregulluar të gjithë strukturën ligjore, të gjithë kornizën që duhet që ky nomad digital të ketë gjithë përfitimet e veta dhe një paketë të plotë. Por nga ana tjetër, jo të gjithë vendet e Evropës e kanë një paketë ose një vizë të nomadit digital. Shumë vende po e sjellin tashmë në vëmendje, ka vende që e kanë, ka rreth 40 shtete. Dhe në fakt viza e nomadit digital kryesisht në vende të caktuara, për shembull është me një pagesë vjeçare, ka vende që është pa pagesë, por duhet të vërtetosh që ke një sër të ardhurash në muaj që janë fikse pra që ti gjeneron. Pra, se si gjendet formula është sipas vendit, por mendoj që duke parë dhe vendet të rajonit dhe raste të suksesshme, përderisa është si prioritet shtetëror dhe lokal, do gjendet një strukturë e mirëfillt se si këto nomad digital do të marrin eksperiencën e plot në Shqipëri.